Tregu i frutaperimeve në Lushnjë po përjeton një krizë të rëndë. Tregtarët po e braktisin një nga një, ndërsa tezgat Bosch tregojnë një realitet të zymt. Njerëzit thjesht nuk kanë para për të blerë. Nga një vëzhgim i kryer, më shumë se 50% e tezgave janë Bosch. Ata tregtarë që ende qëndronin aty ankohen përfitime minimale dhe mungesë klientësh. Kemi 25 vite në këtë treg, por kurrë nuk ka qenë kaq keq. Njerëzit kanë ikur jashtë, ata që kanë mbetur s'kan para. Çmimet janë të shtrenjta, por kush ka lek për t'i blerë? Thot një tregtar. Një tjetër është tonë, qëndroj gjithë ditën në të ftohtë dhe bëj vetëm 2000 ose 3000 lekë xhiro. Njerëzit vinë, shohin dhe largohen duar bosh. Çmimet e produkteve bazë kanë arritur nivele të larta, duke bërë që konsumatorët të mendojnë 2 herë përpara se të blejnë. Domatet me 160 lekë për kilogram, patatet 80 lekë për kilogram, specat 140 lekë për kilogram. Pensionistët janë ata që e ndjejnë më shumë këtë krizë. Me pension 10.000 lekë çfarë të blejmë? Mora vetëm pak kunguj, se më shkuan 250 lekë ankohet një qytetare. Një vit më parë, për rikonstruksionin e tregut të Lushnjës, u shpenzuan mbi 45 milion lekë, por sot tregu i ri është Bosch. Ka qenë ky një investim i suksesshëm apo thjesht një fasad pa ndonjë ndikim real? Ndërkohë tregtarët e mbetur pyesin veten, a do të ketë një zgjidhje apo thjesht po numërojnë ditët e fundit të biznesit të tyre?